Bujqësia dhe blegtoria janë pjesë e pandashme e Zyberit, 77 vjeçarin nga fshati Mëlgush, e gjen që në orët e parë të mëngjesit duke punuar në tokët e tij bujqësore. Bujqësia gjithashtu dhe mbashtimi baktive janë ekonomia bazë e fermierit. Megjithëse është në moshë të thyrë, Zyberi nuk dalet së punuari. Qëmë në dhe pej shtratit, laj faqet në din 6 sahati, shkoj pi kafe në atje në klub, ku kena punë, ku s'kena Përfitimet nga bujqësia kanë rënë, thot Zyberi, pasi grumbulluesit po i marrin prodhimet bujqësore me çmim të ulët. Aty ashtu puna jote më del moça. Shitsen e pa dalë bleklesh. Ku ka vërtet tani aty ble me mua të lekët. Kam 10 kanë lop, ku marr 10 kanë lop me 20 delim. Pak ground. Amahan. Skam kush me më bëshin. Po det punoj më shumë kam neti do det më kush mundam. Ta hon drejtë këtë. I mushuari thotë se para viteve 90 bujqësisë i kushtohej më shumë vëmendje. Mami na kanë me hoxhin, pik për të strç. I përzekutu jam kanë babën. Tush, po baba jam babën e vet kalaka ka pas këtari kalakve. Kurse ka shoh me jogjen. Pse e din marrësh më thotë mu se shoh miletit ko. Pranaj më del moçi 1 milet. Në disa punë do të i ka dek. Shi karova të hepa, e kështu. Me dresh me rashi, që bëjnë ujë ashtë. Ska kam iku, ka me shku ujë mërdi. Fshati Mëlgush, e njohur për prodhimet bujqësore, u dëmtua nga përmbytjet që përfshin rajonin e Shkodrës javën e parë. Në këtë fshat sipërfaqe të konsiderueshme tokash u përmbyten, duke krijuar një situatë problematike për banorët.